Përshëndetje, mirë se vini në përvojën time Erasmus në Jaén, ku sot do të flasim për katedralen e Jaénit, e cila është një katedrale katolike romake e vendosur në qytetin e Jaénit të Spanjës. Katedrale e Jaén, e vendosur në zemër të Jaénit, është një nga monumentet arkitekturore më mbretërorë të Spanjës jugore, e projektuar nga arkitekti i njohur i Rilindjes Andrés de Vanderveera. Kjo katedrale mahnitse konsiderohet si një nga veprat e tij më të mira dhe ka frymëzuar kisha të panumërta të tjera në të gjithë Amerikën Latine. Një nga reliket më të çmuar të katedrales është një kopje e një cope prej pëlhure e Veronikës, e cila sipas traditës krishtere u përdor për të fshirë fytyrën e Krishtit gjatë udhëtimit të tij drejt Kalvarit. E gjithë fasada e katedrales është një vepër arti me gdhëndje të ndërlikuara dhe maja gjigande që dominojnë horizontin. Brenda gjenden forma të ndryshme artistike, altar të zbukuruar me kupola të dekoruara me bollok dhe të lara me florinj. Një turnej i katedrales ofron një pasqyrë të historisë, ndërtimit dhe rolit që ka luajtur në jetën fetare të provincës. Katedrali aktuale u konceptua në shekullin e 16 për të zvendësuar një ndërtesë të mëparshme gotike të shekullit të 15. Ndërtimi zgjati për disa shekuj, me idenë origjinale për ta ruajtur. Kjo katedrale është një perlë për rajonin Andalusia të Spanjës dhe e ndërtuar me stil barok e skulptura të Pedro Roldán. Kjo katedrale, me madhështinë e saj të stilit neoklasik, është njohur si një nga më të mëdhaja dhe më të bukurat në Spanjë.